Një dron regjistroi pamje të diçkaje që pothuajse asnjë njeri nuk ka pasur mundësinë ta dëshmojë më parë, lindjen e një balene kurrizore. Pamjet mund të hedhin gjithashtu dritë mbi misteret që lidhen me riprodhimin e kësaj kafshe. Studiuesit thonë se kanë arritur një rekord botror pranë Bregdetit lindor të Australisë. Për herë të parë, lindja e një këlyshi të balenës kurrizore është filmuar me dron. Pamjet e rralla u regjistruan të martën pranë brigjeve të Kings Cliff në shtetin e Walesit të Ri Jugor, dhe tani do t'i nënshtrohen analizave shkencore, raportoi transmetuesi ABC, duke cituar shkencëtarët e përfshirë në projekt. Piloti i dronit Alex Forrest nga Organizata për Mbrojtjen e Balenave, ORCA, Organization for Rescue and Research of Cetaceans in Australia, kishte vëzhguar një balenë kurrizore femër, e cila po lëvizte dukshëm më ngadalë se pjesa tjetër e grupit të saj. Ai pa papritur një re të kuqe në ujë dhe fillimisht mendoi se një grabitqar po sulmonte. Vetëm kur këlyshi doli në sipërfaqe, ai kuptoi se kishte qenë dëshmitar i një lindjeje, citoi transmetuesi Forrest. Shpresoj që këto pamje të kontribuojnë në zgjerimin e njohurive shumë të kufizuara që kemi për lindjen e balenave kurrizore, citoi ABC të ketë thënë ai. Sipas ORCA-s, kjo është vetëm hera e katërt që lindja e një balene kurrizore është filmuar ndonjëherë, dhe hera e parë që kjo bëhet me dron. Pamjet u regjistruan nga një distancë prej më shumë se 100 metrash në përputhje me rregullat australiane për mbrojtjen e faunës së egër.